Ajo ka kërkuar heqjen e imunitetit. Zotëri, me rregull që juridikisht. Dhe kryeministri ka kaluar gjykatën kushtetuese, ne do presim se çfarë do vendosë gjykata kushtetuese. Kaq. Ku kam diskutim këtu? Vendimi i gjykatës kushtetuese është një formë shprehje. Pa marrëfundë që edhe urdhërues. Kemi parë në zotin Gjela në një praktikë të ngjashme edhe në vendet e tjera të BE-s, për shembull kryeministri Rama tha që nuk ka ndodhur. Në ç'kuptim? Të një pezullimit, po them kështu, nga detyrat të një funksionari të lartë në qeveri, sikurse është rasti i zëvendës kryeministres. Jo, ajo është kale kushtetuese. Është i zgjedhur. Nuk e pezullon dot. Edhe një herë. Ti mund të pezullosh administrator nga administrata shtetërore. Por një ministër i një qeverie që është zgjedhur nga populli nuk e pezullon dot. Askush.